Të gjitha këto bashkë shkojnë në të njëjtin drejtim. Natyrisht që asnjëra nga këto nuk pengon një pjesë të madhe të punës që bëjmë, po të gjitha këto bashkë ndihmojnë për t'i dhënë më shumë hapësirë dhe më shumë energji pozitive punës së deputetëve, të cilët duhet në ndërkohë të mos e ndërpresin përkundrazi ta artikulojnë ende më mirë punën që filloi shumë mirë pas zgjedhjeve në territor. Ribraktisja e territorit si zakonisht në të shkuarën nuk duhet dhe nuk do të mund të jetë një opsion për këtë grup parlamentar. Natyrisht që për sa i përket kësaj do të flasim më konkretisht në asamblen e ardhshme kombëtare së shpejti, por dua ta theksoj këtë pasi besoj që 83 mandatet e kërkojnë këtë me një ngulm të pa njohur më parë.